Piktoria e njohur shkodrane Iqbale Kalaja është shpallur fituese e çmimit Ismail Lulani në Bienalen e 6 ndërkombëtare të akuarelit që u zhvillua në Tiranë. Ky çmim që mban emrin e mjeshtrit të madh të pikturës, udhëhesit të saj në art, i është dorëzuar nga vajza e piktorit të ndjer Ormira Lulani, duke bërë vlerësimin edhe më domethënës. Marrja e çmimit me titullin e Ismail Lulanit, i cili është mësuesi im i parë dhe për mua ka qenë mësuesi jem i përjetshëm për sa koha i ka qenë, ka qenë një emocion i jashtëzakonshëm që nuk di si ta shprehej. Aq i madh ka qenë dhe për ma tepër ka qenë pastaj edhe një peshë për mua për të tequ emrin e tij gjithnjë më shumë. Pas më shumë se 40 vitesh pune si pedagoge në degën e pikturës në Universitetin Luiq Gurakuqi, Kalaja është tashmë në pension, periudhë që ajo shes si mundësi për t'ju përkushtuar më shumë pasionit të saj për artin. Dalja në pension është një rrugë që të gjithë do ta bëjmë. Problemi është si do zgjedhim ta bëjmë të rrugë. Mendoj që ka me qenë një rrugë e cila do të më japi më mundësi tashmë për të pas më shumë kohë për t'ju kushtu artit. Iqbale Kalaja është autore mbi 500 punimeve në pikturë dhe ka realizuar disa ekspozita personale, ku ka shfaqur talentin dhe ndjeshmërinë e saj edhe në fusha të tjera të artit pamor si fotografia, videoja, instalacioni e të tjerë.